Lë Greqin për shkak të krizës dhe rihap në Gjirokastër pas afro 20 vjetësh teatrin e Kukullave. Dimitër Loli, tashmë 54 vjeç, ka punuar deri në vitet 90 kur edhe emigroi si aktor i teatrit të fëmijëve në qytetin e Gurt. Ai tregon se edhe në Greqi ka ushtruar këtë profesion, të cilin e ka nisur herët që në moshën 13 vjeçare. Kohët e fundit është vështirësuar shumë gjendja atje dhe teatrët ka rënë në krizë shumë të madhe, ka shumë aktor të papunë. Nuk kishin fonde për të krijuar shfaqje të reja. Takova rastësisht aktorët e vjetër dhe ata më ushqien shumë që të mund ta krijonim këtë biznes. Aktori ka mbledhur ish kolegët e tij, disa prej të cilëve edhe të papunë, për t'i angazhuar në teatrin e Kukullave. Si shfaqje e parë ishte përzgjedhur Ujku dhe Tre Dërkucët. Për momentin nuk ka një ambient të posaçëm, por në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, artistët improvizojnë skena në kopshtet dhe shkollat e qytetit të Gjirokastrës.